Bëjmë unboxing dhuratën e ditëlindjes së burrit. Vetja bleva, vetja bëj unboxing, si ça bëj, zoti e di nejse. Ka zgjedhur vetë me thënë të drejtën si dhuratë, po nuk e dinte që doja blija, thjesht ja kishte marrë mendje. Bravo. Hap edhe një herë këtu. Bravo. Kështu duket. Tani unë normalisht nuk do merrem me këtë. Do japësh babit me kujdes. Jepja babit me kujdes. Burri im kishte kohë në fakt që kërkonte një orë të Samsungut, po gjithmonë e kishte shtyr, thoshte edhe sot e nesër dhe unë si gruaja mirë që jam vendosa që ti marr një orë Samsungut. Burri e kemi vetëm tim Samsungun, më parë ka qenë që nuk e ndryshonte iPhone-in me asgjë, tani nuk ndryshon Samsungun me asgjë. Kështu që i mora, ky është Samsung Watch 8, besoj. Nuk e mora vesh fare me thënë drejtën se si ishin, di që kishte versioni 40 për pjesën e masisë dhe 44. Masja e 40 ishte më shumë për goca se sa për meshkuj, kështu që ja mora 44. Ky është edhe ripi, duket kështu, një rip i thjeshtë, dhe është dhe me esim. Nuk e di fare se çfarë ndryshimi kishte me esim apo pa esim, thjesht i mora thash tiket. Okej, u bë edhe ndezja e orës. Tani me këto do merret vet burri, nuk kam punë unë, po kështu duket. Edhe pse është versioni më i madh, prap për goca, duket se që ka mirë edhe për goca. Taksoj burri. Shumë e bukur duket.